faleminderit për ftesën. Ndryshe nga herë tjera, kemi folur shumë për Kosovën në vazhdën e zhvillimeve. Le ta nisim në fakt me çfarë po ndodh sot në botë, ku kryetemë është pikërisht SBA Ukrainë. Dhe së fundmi, e pritshme ky ndalim i ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas takimit në zyrën ovale në atë përplasje që u pa mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit. Po, pikërisht pas takimit të fundit në mes të presidentit amerikan dhe atij Ukrainës, Trump Zelenski, gjithçka është e pritshme mirë, por jo vetëm pas takimit, por pas gjithashtu atyre negociatat që filluan para ca javësh në Arabinë Saudite për të vazhduar në Turqi, e pastaj edhe takimi i tyre kanë qenë e pritshme se diçka e tillë mund të ndodhë, edhe pse presidenti Trump është njeri që është i paparashikueshëm në veprimet e tij. Ndërsa sot në mëngjes morëm edhe lajmin se tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërprejnë ndihmën financiare apo ushtarake për Ukrainën. Është një vendim i marrur nga vetë presidenti Trump, pasi që për vendimet të tilla duhet të pyetet Senati apo Kongresi Amerikan. Me sa po shihet sipas disa informacioneve që kemi, është një numër i madh i republikanëve që nuk pajtohen me vendimin e Trumpit. Mirë, po ky do të mundohet dhe të shfrytëzoj forma të tjera për të mos e dërguar në votim, pasi një votim i tillë do të dalë në kundërshtim me vullnetin e presidentit Trump. Mund të jetë një lloj presioni që bën zoti Trump aktualisht me këtë ndalim të ndihmave për Ukrainën në mënyrë që të ketë një lloj rikthimi, bisedime, kjo edhe për marrëveshjen për mineralet, për cilët duket se për zotin Trump vion të jetë e hapur, marrëveshja të bëhet për këtë të fundit. Patjetër se ky është një presion, por mua duket se gjithë ky presion vjen pas një takimi të mbajtur ditën e diel në Londër, ku përveç vendeve të Bashkimit Evropian dhe anëtarët të NATO-s ishte prezente edhe Britania e Madhe, që është pjesë e Evropës, mirë jo Bashkimit Evropian, pastaj ishte prezente e Turqisë, por edhe e Kanadas, dhe në këtu pra u pa një unitet i papar deri më tani nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe me një pjesë të mirë të vendeve të NATO-s, përjashto vendet mike apo vendet aleate që konsiderohen nga presidenti Trump edhe në Bashkimin Evropian, pra Hungaria, Slovakia, Bullgaria e vendet e tjera, të cilat kanë pasur një qendrim të ndryshëm nga anëtarët e Bashkimit Evropian dhe anëtarët e tjerë të NATO-s, të cilët nuk u ftuan në këtë takim, që mendoj se ishte një hap i mirë dhe me sa duket këtë gjë e ka goditur Trumpin për të marrur një vendim të tillë, pasi ne pas atij takimi pamë edhe një reagim të tillë në Twitter që e bëri me dije se ju mund bisedoni dhe disni çfarë doni, por vendimet i marrun dhe pa vendimin tim nuk bëhet asgjë. Në fakt unë kështu e kam lexuar, dhe është vendimi i tillë që të mos vazhdohet me ndihma, mirë po sot pas dite dëgjuam se në Bashkimin Evropian deri më tani janë grumbulluar dikun 47 miliard euro, të cilat do të shkojnë drejtim të Ukrainës për të ndihmuar sidomos në pjesën e kundërajrore, për mbrojtje kundërajrore. Pastaj përveç këtyre kemi edhe zhvillime të tjera, kush me sa po shihet do të ketë lëvizje edhe nga ana e presidentit Ukrainas, i cili doli me një ide për një armë pushim nga aviacioni, pra të mos ketë bombardime nga ajri, nga asnjë Rafale. E një gjë të tillë kishte propozuar edhe vetë presidenti Trump, pra të pushojnë bombardimet nga ajri dhe deti. Po si mund të arrijë Zelenski një armë pushim të tillë, me ndihmën e kujt, nëse SBA-ja nuk do të jetë pjesë e diskutimeve për cilën do të mundet të sjellë këtë ide të dy palëve ndoshta? Po mirë, nuk do të thotë se do të arrijë Zelenski këtë pa ndihmën e të tjerëve, po është një propozim që vjen për herë të parë për një armë pushim nga ana e Ukrainës. Patjetër, po pyetja kundër të gjitha vështirësive, po ky propozim i Zelenskit po përputet shumë me propozimin e mëhershëm amerikan për
për pushimin e bombardimeve nga ajri dhe deti. Qartë, por kemi parë një reagim të kryeministrit Ukrainës që thotë dhe pa SBA-n, Ukraina mund të bëj, mund të vijoj. Është e gatshme Europa në këtë aspekt, jo vetëm e gatshme, por e mundur që të ketë kështu pjesën e saj politike vendimarrëse kundrejt Ukrainës, pa pasur Shtetet e Bashkuara, duke qenë se ju referuat e të takimit ati samiti me liderët europian, me 20 liderë europian në Londër këtë të diel, mundet që të jetë Europa jo në një farforme të vendos një paqe në Ukrainë? Po, rrugë tjetër nuk ka. Evropianët janë të detyruar që patjetër të ndjekin rrugën e mbështetjes kundrejt Ukrainës, pasi që në të kundërtën kanoset rreziku edhe për vendet e tjera të Bashkimit të Evropës. Ndoshta jo direkt të Bashkimit Evropian, mirë po për një periudhë të shkurtër mund të kemi mund të ketë rritje teoretike nga Putini për të pushtuar ndonjë nga vendet tjera të ish Bashkimit Sovjetik, se tani më është jashtë Rusisë apo jashtë dhe është shteti i pavarur ashtu siç është edhe Ukraina sot, dhe mund të ketë zgjerim të gjithë asaj çfarë po bëhet. Pra, evropianët janë të detyruar që në çdo mënyrë të marrin. E kanë fuqinë, zoti Veliu, se ja, është vonuar Evropa. Është vonuar Evropa, është dashur të marrë shumë herët, se nuk kemi të bëjmë vetëm me samitin, se kemi edhe disa vendime të tjera edhe të qeverive nacionale. Ja, për shembull, nga Gjermania, para 2 vitesh, ata kanë vënë në diskutim rritjen e buxhetit dhe financimin në këtë vit për mbrojtje dhe infrastrukturë në një shumë prej 400 miliardësh, një shumë që asnjëherë më parë nuk është bërë nga Gjermania. Pra shihet se tani më sikur evropianët po zgjohen nga gjumi dhe e kanë parë se patjetër janë të detyruar që të krijojnë një strukturë mbrojtëse dhe të pambarësohen një herë për gjithmonë nga fuqitë e mëdha, nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga... Patjetër, po a e kanë fuqinë edhe ushtarakisht Europa të jetë mbështetëse e Ukrainës? Jo vetëm politikisht se... Unë mendoj se fuqia ushtarake dhe politike do të vilte nga një unitet i cili për fat të keq ka munguar në Bashkimin Evropian dhe nuk ka ekzistuar deri më tani. Mirë, po me sa po shihet, janë bërë disa hapa vendimtar në këtë drejtim dhe mendoj se një unitet i vendeve të Bashkimit Evropian krijon edhe fuqinë për fuqi ekonomike nuk flasim, por krijon edhe fuqinë ushtarake. Europa sot është 500 parafërsisht bashkimi, vetëm Bashkimi Evropian, jo Europa, jo kontinenti Evropian. Por po flasim vetëm për Bashkimin Evropian, është një treg për 550 milion qytetarëve, që është shumë e madhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një treg për 350 milion afërsisht, ndërsa Rusia është më pak se 150 apo 120 milion. Pra, mundësit janë nevojitet vetëm politikat mirëfillta dhe unitet i vendeve të Bashkimit Evropian. Ka nisur gjithçka nga ju përplasje e zotit Trump me Zelenskin, përfshirë këtu dhe zëvendës presidentin Amerikan J.D. Vance, për cilët në fakt në takime tilla përfshirja e zëvendës presidentit nuk është pjesë e tryezave dhe diskutimeve, gjë që u pa ndryshe kësaj here. Mendoni se ka nisur gjithçka nga retorikat e përdorura, qëndrimet edhe ndaj Ukrainës? Ne e dim që nga zoti Trump është ndryshe më herët para se të takohesh me Zelenskin dhe komentet të tjera kur është pyetur nga mediat për qëndrimet që ai ka mbajtur ndaj tij personalisht, por edhe për vetë Ukrainën. Apo mendoni se gjithçka e planifikuar, kjo referuar pikave ekonomike që Europa do të ketë pjesë, më falni, Amerika do të ketë pjesë të saj, sikundër janë edhe mineralet? Unë spari do të nisem nga takimi i presidentit Trump me Zelenskin, që ishte një takim që nuk e kemi parë asnjëherë më parë. Ishte diçka që nuk ishte qëllim arritjen e një marrëveshje, po kishte për qëllim
vetëm për ulljen e personalitetit të presidentit Zelenski dhe takimet e tilla në asnjë mënyrë nuk zhvillohen para të gjitha media votrore. Pra Trump kishte bërë një organizim vetëm sa për t'i treguar Putinit se ja çfarë unë i bëj Zelenskit dhe se unë jam me ty dhe do të mbështet ty. Pra, gjë të tillë nuk e kemi parë më herët. Është diçka që nuk e njeh diplomacia, të paktën deri më sot. Sikundër ju e thatë nga Trump, mund të pritet gjithçka në këtë aspekt. Po pra, pikërisht e thamë edhe më herët. Mund të ketë debate të tilla, ndoshta edhe më të ashpra në mes të vendeve, mirë po janë me dyert të mbyllura, jo pranë mediave. Kjo ishte bërë me qëllim për të ullur dhe poshtuar. Po, t'ju ndërpres pak, që ta bëjmë ndoshta edhe... Për të rikthyer sërish, ajo pjesa që ju kërkoni, për të rikthyer sërish ato, unë mendoj se kjo ishte hapi vendimtar që evropianët, ishte gjëja e fundit që evropianët duhet marrin një hap të tillë. Pra ishte pika vendimtare, të themi më ndryshe, pasi një gjëra të tilla është menduar seriozisht, sidomos me ardhjen e Trumpit në pushtet, pasi që të gjithë tani më po e njohim personalitetin e tij dhe po e shohim veprimet e tij në një periudhë kaq të shkurt, më pak se 2 muaj, ka bërë gjithë këto problematika që ka shkaktuar dhe tani sikur aleatët e vjetër apo miqtë e vjetër me të cilët edhe nisën luftën, me të cilët edhe shtyn Ukrainën që t'i futët kësaj lufte, sot ju ka kthyer shpinën dhe bashkëpunon me Putinin dhe me Rushin. A ja arriti edhe qëllimit për figurën e Zelenskit se në fakt, pavarësisht çfarë u pa në zyrën ovale, mbështetja ndaj presidentit Ukrainas ka qenë më e madhe. Kjo edhe në rangun e liderëve europian, të cilët fill pas këtij debati e kanë përkrahur atë. Dhe a mund të shihet që i gjithë ky instrumentim ndoshta i Donald Trump bërë edhe me median prezente në një farë forme është një lloj mesazhi indirekt që vjen qoftë për Rusin, qoftë për aleat të tjerë si kundër Kina, pa dashur që t'jetë pjesë vetëm Ukraina. E shihni që mund t'jetë ndryshe? Jo, unë mendoj se gjithë ajo çfarë ndodhi u po, ishte një mesazh i qartë për europianët. Gjithë ajo që u bë atë ditë në dhomën ovale ishte një mesazh për evropianët. Dhe nuk mund ta shohim ndryshe, pra, dhe pikërisht kjo i ka shtyr evropianët ndoshta që në momentin e fundit të jenë më të vendosur dhe të jenë më unik drejt arritjes së qëllimeve të tyre, të paktën në mbrojtjen e Ukrainës, në mbrojtjen e Ukrainës po mbrohet e gjithë Evropa. Dhe një gjë e tillë edhe duhet bërë, ndoshta është dashur bëhet edhe shumë më herët. Ne kemi pasur diskutime të shumë më hershme, ndoshta edhe më shumë se një vit, kur e kemi thënë se gjëja më mirë që duhet bëjnë evropianët është krijimi i një ushtrie të përbashkëtë, një ushtrie jo të mos bazohemi më vetëm në ushtritë nacionale të vendeve që i takojnë Bashkimit Evropian, por të kemi edhe ushtrinë e Bashkimit Evropian. Gjë që për të cilën nuk është vepruar dhe nuk është punuar. Deri më tani interesi i vendeve të Bashkimit Evropian ka qenë i vogël për të dhënë e për të kontribuar për mbrojtje. Ne dimë se rregullat e NATO-s çdo vend antar është i detyruar që brenda vitit të investojnë në mbrojtje me 2% të bruto produktit të brendshëm. E një gjë të tillë nuk e ka bërë as Gjermania. Pra, një 2% për Gjermaninë ka lënë 100 milionë, ka lënë më tepër se 100 milion. Ndërsa tani, pas këtyre veprimeve, Gjermania është në diskutim për të investuar 400 miliard dollar, 400 miliard euro në mbrojtje dhe infrastrukturë. Mirë, dua që këto minutat fundit t'ja dedikoj pak edhe rajonit, me qënë se zhvillimet me sa duket kanë vendosur të rikthehen. Kjo edhe në ato se çfarë shparë në parlamentin serb ditën e sotme, por edhe në Kosovë pritet të bëhet edhe konstituimi i qeverisë së re,
Dhe nga ana tjetër, kemi parë që do të kemi prezencën e europianëve pas disa ditësh në Kosovë, sikundër do t'jetë vizita e sekretarit të NATO-s Mark Rutte, e lajmëruar ditën e sotme. Nga ana tjetër, ajo se çfarë ndodh me zotin Kurti, thirrja e bërë nga gjykata speciale për të dëshmuar, e refuzuar për të tretën herë, ku gjykata me sa duket do të veprojë ligjërisht, paktën kështu është thënë. Si e shihni gjitha këto zhvillimet, meqense përmendat këtë të fundit, mendoni se kjo gjuhë e përdorur ligjërisht çfarë nënkupton? Do të jetë marrja e zotit Kurti ndoshta pa dëshirën e tij për të dëshmuar, dhe pse ai ky i fundit ka thënë që duhet ose janë të mirëpritur në zyrën time për të bërë këtë diskutim. Këtë pjesën e fundit në shumë më pak të rëndësishme në situatën gjeostrategjike që vepron që e kemi për momentin, duke lënë pas bisedën për situatën në Shtetet Bashkuara dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Ukrainën dhe me vendet e Bashkimit Evropian, kjo është gjë shumë pak e rëndësishme. Për mendimin tim, e gjitha kjo nuk është asgjë më tepër se show mediatik. Dekor, po për zhvillimet në Kosovë, zoti Veliu, në një farë forme gjithçka diskutohet. E rëndësishme apo e parëndësishme? Patjetër që duhet të diskutojmë, duhet të debatojmë. Jo të gjithë mund të ndjekin dhe zhvillimet ndërkombëtare në këtë aspekt. Sipas rëndësisë së tyre që i kanë. Sipas rëndësisë që i kanë. Për momentin mendoj që në Kosovë për të diskutuar dhe debatuar gjëja më e rëndësishme është që të arrihet një unitet në mes të forcave politike parlamentare dhe për të arritur të krijimi i një qeverie sa më parë që është e mundur, duke parë situatën geostrategjike çfarë po mbretëron tani dhe rrezikshmërinë e mundshme që për Kosovën dhe për gjithë rajonin. Ju përmendët se javën e ardhshme pritet të kemi mysafir nga Evropa në Prishtinë, por unë kam informacion se gjatë javës së ardhshme pritet të kemi edhe zyrtar të amerikanë në Prishtinë, e pikërisht do ta kemi Grenellin, i cili nuk është edhe shumë mik i kësaj qeverie dhe i këtij kryeministrit aktual. Mirë po kjo ka pak rëndësi se kënd e ka mik ai në Kosovë, është me rëndësi që Kosova të veprojë dhe të punojë drejt krijimit një qeverie të fuqishme, një qeverie gjithëpërfshirëse e cila do ta ketë fuqi për të marrur vendime të mëdha sepse jemi në momente të vështira. Dhe në momente të vështira, qeveritë me 62 deputet janë të pavlera dhe nuk mund të marrin vendimet e duhura. Dhe për këtë arsye, si kryeministri aktual, zoti Kurti, ashtu edhe të gjitha subjektet politike që nuk e arritën qëllimin ta mundin Kurtin, duhet të ulen në detyrë dhe të merren vesh për krijimin e qeverisë së unitetit kombëtar. Kjo është zgjidhja e vetme për momentin në Kosovë. Mund të krijohet qeveri. Në momentin që ke 61 vota dhe ngritin 61 vet, ngritin dorën lart, është votuar kryeministri. Mirë po nuk do të jetë kryeministër që do të arrijë të ushtrojë të gjitha funksionet e duhura në këtë periudhë në të cilën jemi, për po flasim për periudhën 4 vjeçare për të cilën edhe e kanë marrur mandatin. Pra nuk duhet harrojmë gjë, pas një viti kemi zgjedhjen e presidentit të Republikës, e cila kërkon 80 mandate, 80 vota dhe një qeveri e tillë pikërisht pas një viti do rrëzohet dhe do detyrohemi të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Ndoshta shkurtimisht për Serbinë një koment, jemi në limit. Sa i përket Serbisë, ka kohë që atje diçka po vlon, është gjithçka e trazuar dhe gjithaj trazim i rrugëve, i protestave, duket se shpërthejohet sot edhe në parlament dhe urojmë që ata vazhdojnë atë misionin e tyre dhe një ditë në një të ardhme të afërt kemi një forcë progresiste, properendimore e cila do mirët me drejtimin e atij vendi. Më tepër nuk duhet na interesojë këta. Patjetër. Shkurtimisht një koment. Një orientim properendimor. Sigurisht. Gjithë do të bën të gjithë rajonin. Unë ju falenderoj shumë që u bët pjesë e hapësirës për shqiptarë, si gjithmonë është kënaqësi t'ju kemi në intervistë. Faleminderit, kënaqësia është ime.
Mirë, të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Bashkëritakojmë sërish nesër në pot 1 orë në 17:30. Natën e mirë.